5 qershori është dita botërore e ambientit dhe në qytetin e Vlorës me këtë rast janë organizuar nxënësit e gjimnazeve të qytetit, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në pastrimin e plazhit të ri dhe plazhit të vjetër nga mbeturinat urbane të qytetit të Vlorës. Në moton për një botë të pastër dhe të veshur me bluza dhe kapele të bardha, ta nxënës kanë pastruar të gjithërërën në vijën bregdetare. Plazhi i Vlorës është plazhi më i frekuentuar i jugut të Shqipërisë, ku numri ditor i pushuesve gjatë verës arrin në 133.000 vet. Qyteti i Vlorës ka disa avantazhe në drejtim të turizmit, por krahas këtyre avantazheve, Vlora po ballafaqohet edhe me rritjen e mbetjeve urbane të hedhura me vend e pa vend, duke krijuar mjedise të ndotura. Pikërisht për të patur një plazh sa më të pastër, është ndërmarrë sot një projekt për pastrimin e zonës bregdetare. Projekti u realizua nga Lidhja Ambientale Shqiptare në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Arsimit dhe Agjencinë Rajonale të Mjedisit. Projekti u mbështet nga Ministria e Mjedisit dhe u financua nga Uji Tepelena dhe Coca-Cola. Kështë aktivitet për të mirën e komunitetit. Ky aktivitet është i pari, i njësër aktivitetet tjerë që do vazhdojnë edhe në të ardhmen në plazhet po dhe në ambientet publik të Vlorës, cila shoqata jonë do t'i bëjnë bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, edhe mbi të gjitha duhet falenderoj Coca-Cola dhe Ujë Tepelena, të cilët janë sponsorit tanë. Këtu marrin pjesë shkolla Alidemi, shkolla e mesme Alim Xhelo dhe shkolla Ataturk. Përfitoj nga rasti të falenderoj shefin e zyrës rajonale të arsimit, i cili është treguar shumë i gatshëm bashkë me drejtorët e shkollave përkatëse. Çdo ditë në plazhin e Vlorës gjatë sezonit veror krijohen 15 tonë mbeturina me përbërje në formën e mbetjeve ushqimore, amballazheve të kartonit, qeskave dhe shisheve plastike, shisheve të qelçit e të tjera, të cilat dëmtojnë seriozisht cilësinë e argëtimit të pushuesve, dhe i gjithë ky mjedis i papastër sjell pasojat negative në zhvillimin e turizmit. Pikërisht në ditën kombëtare të mjedisit jepet mesazhi për të mbajtur një qytet sa më të pastër dhe pa mbeturina. A është e pastër për ju qyteti i Vlorës? Mendoj se po. Besoj se duhet jetë edhe më i pastër, sepse Vlora është shumë e bukur. E vlerësoni këtë nismë dhe do jeni ju pjesë aktive e këtyre aktiviteteve që keni? Po, do të jem, ashtu si gjithë të tjerët. Nevojiten aktivitetet? Patjetër, sidomos rinia duhet sensibilizohet në këtë drejtim. Po ja vetëm rinia, sepse banorët qytet nuk janë vetëm të rinj, të gjithë populli. Po se mbajtëm ne pastër që jetojnë në të, kush do ta mbajë?